Maja e thatë e Valbonës, e mbuluar nga dëbora në ditët e para të janarit të 2026, ofron një pamje manitse për turistët. Kjo përvojë e veçantë natyrore mes majës së thepisur të Alpeve shqiptare e shndron këtë pikë në verilinët e vendit në një atraksion të veçantë për të apasionuarit pas natyrës, hikingut, por edhe turizmit të vëzhgimit, si për vizitorët vendës, ashtu edhe për ata të huaj. Kryetari i Bashkisë Tropoj, Regj Blyberi, ka shpërndarë në rrjetet sociale pamje mbreslëndse nga maja e thatë. Me këtë pamje fantastike nga maja e thatë e Valbonës, hyroi mjaft të mbar, shkruan kryebashkiaku i Tropojës. Maja e thatë është një majë mali në Alpet shqiptare në territorin e Tropojës me një lartësi prej 2400 metrash mbi nivelin e detit. Ajo shtrihet në skajin më perëndimor të kurrizit Kollat Rosnik në anën e majtë të rrjedhës së sipërme të luginës së Valbonës. Karakterizohet nga një formë e theksuar piramidale dhe shpate të thikta, duke spikatur menjëherë në relief me një lartësi relative prej afro 1500 metrash mes fshatrave Kukaj dhe Valbon. Qafa e Rupës në verilandje dhe qafa e rrethit të bardhë në juglindje e veçojnë majën e thatë nga kurrizi përreth. Mbi lartësi 1400-1500 metra, maja është pothuajse tërësisht e zhveshur, ndërsa më poshtë qfaqe ndruar të rrallë të rrobullit, të cilët gradualisht ja lëshojnë vendin brezit të pishës, së zezë dhe ahut.